Shazani, po flasim të Para se parës. Vajzës. Për vajzën. Për vajzën ishte pas... Gati nga 8-9 muaj që unë kësha lëvizur në Shkup, dhe ishte shok. Unë, do me thënë, kam qarë, ishte një emocion që nuk përshkruhet, edhe në ti në tiko, vërdati, kur i thash duhet vish urgjent në shtëpi, po pse i thash unë duhet vish urgjent në shtëpi. Unë sa pa ta dalë. Ja, 15 minuta, 20 minuta sa pa ta dalë. Ishte afër te puna, por nuk prisa dot unë. Edhe kur ka ardhur në shtëpi thot manite zemra diçka, nuk e di. Edhe unë, domethënë, ja tregova testin edhe vetëm thash oh my god, edhe kam qartë të dy, edhe vedati mund të flasë presën e ti si ka përjetuar. Jo, unë e din kjo bilet që thoni ka ardhë Nuri Shtazaninës, edhe kështu që kam e majtë që është Nurin gatë kohë. Prit. Me i bo. Vedat, ti sa ki qef? Kam qef, ma shumë se 5. Ma shumë se 5. Rila, e diti këtë dëshirë apo sa po e zbuluve? Jo, e di, po. Sma ta pranaj. Po kjo, shikoj, ja pat siguri kur momentin që une do të jem prezencë dhe do të jem për një maj baba që jep dashuri thmive, aj baba që nuk kanë vetëm provo edhe lej edhe ban tira sene. Me të vërtet është angazhim shumë i madhë. Jesh baba, nuk kanë veç fjalla baba, hajde se asit. Po mbështetja me madhe nuk është që apësh buk, nuk është që ndrojsh teshat, apo diçka, është të rrish me to, është që i pësh atë dashurin se Ruja ka venin e vetë dhe punën e vetë për thmit. Edhe mendoj që ban thmi aqë sa jep siguri. I bën ti këtë punë që sa po i përmende, për shembull sa i ndihmon Rujelës tek vajza? Une për me ndrruë, për me dhonë ushqim, nuk jam shumë zarë, jam. E ke provu të pak të ndërherë. Jo, me ndrruë, i kam thënë kam fobi, nuk muj me ndrruë thmijen, kurse me kalu momentet mira me ta, po.